Horoskopi i datës 2 dhjetor 2025. Dashi. Për dashin, kjo periudhë sjell kontraste. Nga njëra anë lodhje, nga ana tjetër një energji të brendshme që ju shtyn të veproni. Keni kaluar ditë të ngarkuara, por sot shpërthen dëshira për të vënë gjërat në vend, sidomos në jetën sentimentale. Dashuria bëhet protagoniste, pas një periudhe të ashpër, një sqarim ose një bisede sinqert mund të rikthejë ngrohtësinë. Edhe ata që janë beqar mund të përjetojnë emocione të reja, një takim, një shikim dhe afrim i papritur. Në punë ndiheni të mbingarkuar, por kjo lodhje nuk ju ndalon. Dashi ka forcë të lindur për të ecur para edhe kur rruga nuk është e lehtë. Mund të shfaqen sfida të vogla, por mos i merrni personalisht. Gjithçka është kalimtare. Lëreni pas të kaluarën dhe fokusohuni tek ajo që po ndërtoni tani. Në dashuri, marrëdhënie dhe projektet tuaja. Demi. Për demin, kjo periudhë vjen me një nevojë të fortë për rikthim emocional dhe për të gjetur qetësinë e humbur. Kohët e fundit je ndjerë i larguar, ndoshta për shkak të angazhimeve të punës, lodhjes apo thjesht periudhave të zgjatura pa mbështetje të vërtetë. Sot ju je të shtyrë të rikthehesh tek njerëzit që të japin siguri, te familja, partneri ose ata miq që ke lënë pas dore pa dashje. Dhe është një moment shumë i mirë sepse Venusi nuk është më kundër dhe energjitë sentimentale po qasen më pozitivisht. Shpresa është që dhjetori do të sjellë zgjidhje të rëndësishme, ndoshta jo në ditët e para, por duke filluar nga data 15, nis periudha e shpërblimeve për të gjithë demat që kanë lënë pas shkënjimet e vjetra në dashuri. Lidhjet e reja kanë potencial të nisin mbi baza të shëndetshme dhe takimet janë të favorizuara. Në planin financiar duhet pak kujdes. Hyjet të paralajmërojnë menaxhim të drejtë. Binjakët. Kjo nuk është një periudhë negative, por binjakët po vuajnë nga një problem i brendshëm, mungesa e stimulit. Kur dita nuk ju ofron sfida dhe ndryshime, ju mërziteni, dhe kjo sjell nervozizëm, pakënaqësi dhe ndjesinë se jeni duke humbur kohë. Hyjet krijojnë një lloj monotonie dhe në fakt është pasojë e planeteve dhe jo e gabimeve tuaja. Në dashuri, gjithçka është e qëndrueshme, por ju kërkoni më shumë emocion. Jeta praktike ju thërret të bëni bilance, sidomos ato financiare. Keni kujdes me shpenzimet e fundit të muajit. Në punë mund të shfaqeni ide të reja, por ju duhet t'i jepni vetes shtyrsën e parë. Mos e shkarkoni mërzin tek të tjerët sot. Kërkojeni vetë emocionin, shtoni pak lëvizje, ndryshoni rutinën. Çdo zgjedhje e vogël ju jep energji dhe ju largon nga apatia dhe mërzia. Gaforja. Gaforja është në një periudhë vendimtare. Dhjetori vjen me energji të rëndësishme, sidomos në fillim. Viti 2025 ka qenë i fortë për ju. Shumë vendime madhore keni marrë, disa lidhje janë konsoliduar, disa bashkëtesa kanë nisur, ndërsa në punë ka pasur fitore të mira. Jupiteri ju ka ndjekur dhe do vazhdoj kështu edhe në vitin 2026. Por sot, jeni pak të lodhur dhe ndiheni impulsiv. Ju bëni shumë gjëra njëherësh dhe ky ritëm ju konsumon. Nëse mbaheni të mbyllur në shtëpi ose në rutinën tuaj, mundësitë nuk trokasin. Yjet kërkojnë lëvizje, hapje dhe guxim. Për sot këshilla është të dalësh nga izolimi. Edhe një hap i vogël drejt botës është thirrje që universi e dëgjon. Propozo, kërko dhe vepro. Fatit i duhen iniciativa, kështu që merrni këto iniciativa për të ecur përpara. Luani. Qielli për luanin është më i ndritshëm nga të gjithë. Shenjat e tjera. Prej javësh keni eksperimentuar, provuar gjëra të reja, testuar projekte apo marrëdhënie, dhe sot yjet tregojnë se shumë nga këto prova do të rezultojnë fituese. Profesionistët e lirë marrin frymë më lirisht. Ata që kanë prirje të mëdha do të shohin mundësi konkrete të shfaqen. Në dashuri, ke një shkëlqim të veçantë. Karizma jote rritet dhe tërheq vëmendjen e duhur. Është moment shumë i mirë për të folur hapur, për të propozuar, për të vendosur themele të reja. Luanët që kanë pasur tensione, kohët e fundit do të gjejnë qetësi. Për sot, besoni më shumë te vetja. Çdo hap që bëni mund të ketë një efekt të rëndësishëm në të ardhmen. Yjet ju mbështesin në guxim, vendime dhe ndryshime pozitive.
Virgjëresha. Virgjëresha po kalon një periudhë lojëdhjeje mendore. Madje edhe natën e keni të vështirë të pushoni. Mendimet rrotullohen, analizoni gjithçka, dyshoni te njerëzit që ju rrethojnë ose tek fjalët e tyre. Venusi, Dielli dhe Marsi nuk kanë qenë në një pozicion të mirë atë favorshëm për ju dhe kjo ju sjell emocione të paqarta dhe pakënaqësi të brendshme. Megjithatë, e gjithë kjo është e përkohshme. Pas datës 15 dhjetor, nis një periudhë shumë më e lehtë dhe më e qartë. Kush ka kaluar vështirësinë në nëntor, do të ndjejë qetësim. Në dashuri mund të ketë dilema, por mos nxirr vendime drastike menjëherë. Mos e lodh veten me analiza të tepërta sot. Shiko kush të jep qetësi dhe kush të rrëmben energjinë. Pra, bëj një selektim emocional. Qartësia po vjen. Mbaje këtë ritëm të qëndrueshëm që ke. Peshorja. Për peshorin, dhjetori sjell më shumë harmoni nga shenjat e tjera. Dielli, Venusi dhe Marsi ju mbështesin duke ju larguar nga nervozizmi i javëve të fundit. Edhe pse jo të gjitha problemet nuk janë zgjidhur ende, veçanërisht në punë apo raportet me partner, ortak dhe familjar, sot keni më shumë ekuilibër, më shumë diplomaci dhe më pak tension nga herët e tjera. Në dashuri, Venusi ju sjell qartësi. Një bisedë e sinqertë mund të zgjidhë gjithçka. Beqarët mund të përjetojnë një ndjenjë të re, por duhet ta marrin me qetësi e të mos bëjnë vendime të nxituara. Fokusohuni në gjërat që varen nga ju. Mos i shtoni vetes përgjegjësi të panevojshme. Energjitë e sotme janë të buta. Shfrytëzojini. Akrepi. Akrepi është në një nga periudhat më të forta të vitit. Jupiteri, Saturni dhe Mërkuri kanë qenë në anën tuaj dhe kjo sjell fuqi, vendosmëri dhe vizion të qartë. Mund të bëni zgjedhje të mëdha, të merrni konfirmime profesionale, të fitoni gara ose të merrni një vlerësim që e keni merituar prej kohësh. Emocionalisht jeni më të hapur se zakonisht, edhe pse dyshimet nuk zhduken asnjëherë të rësisht. Në dashuri mund të ketë tensione nëse nuk lini më njanë sjelljen mbrojtëse që shpesh e përdorni si mburoj. Lëreni pas të kaluarën dhe fajin që ju ndjek gjithmonë. Sot është ditë për të vepruar, jo për të mbrojtur. Mundësitë janë reale dhe suksesi është shumë afër për ju. Shigjetari. Shigjetari është në super form sot. Dielli, Mërkuri dhe Marsi në shenjën tuaj krijojnë një atmosferë dinamike, të fortë dhe të mbushur me mundësi. Dhjetori është muaji i rilindjes suaj. Sa herë keni rënë këtë vit, do të ngriheni tani më fort, sidomos në projekte dhe ndjenja. Mund të filloni kapitull të ri. Ata që janë në një lidhje do përjetojnë momente pasioni dhe afrimi. Beqarët kanë shumë shanse dhe njohje të reja. Jupiteri gjithashtu sjell mundësi të shkëlqyera profesionale që nuk duhet t'i lini t'ju shpëtojnë nga duart. Veproni, mos e lini asnjë mundësi të rrëshqas. Ajo që filloni tani do të jap rezultate të mëdha në verën e vitit 2026. Britsjapi. Britsjapi ka nevojë për konfirmime dhe ato po vijnë. Mërkurin e keni aleat. Marsi hyn në shenjën tuaj pas datës 15 dhjetor. Dielli në datën 21 dhjetor dhe Venusi në 24 dhjetor. Pra fundi i vitit është i gjithi në anën tuaj. Nga ana emocionale, nëse keni pasur ftohje me partnerin apo kriza të vogla në çift, tani nis periudha e qetësisë. Po ashtu projektet profesionale marrin një drejtim më të qartë. Në anën personale jeni ndjerë të lodhur. Është normale, ju gjithmonë zgjidhni rrugën më të vështirë, atë që kërkon më shumë përkushtim, por shpërblimet janë afër, prandaj nuk duhet të dorëzoheni. Planifikoni, mbani shënime dhe qëndroni të përqendruar. Energjia juaj është e fuqishme,
por duhet menaxhuar me maturi. Po ndërtoni vitin tuaj më të madh deri sot. Ujori. Ujori ka hyrë në një fazë rikuperimi. Hëna ju mbështet, Venusi nuk është më kundër shenjës tuaj, Dielli dhe Marsi janë në një aspekt të shkëlqyer. Kjo ju sjell optimizëm, qetësi dhe energji të re. Në punë mund të rregulloni situatat që janë prishur, të rifilloni projekte të ndaluara dhe lëna pezu, ose të merrni një lajm të mirë të shumë pritur. Në dashuri, 2 javët e para të dhjetorit janë shumë të favorshme. Beqarët mund të fillojnë një histori të re, ndërsa çiftet mund të zbusin tensionet e fundit. Liroheni nga e kaluara dhe tensionet e saj. Në moment që e bëni këtë, fillon edhe rritja. Ndryshimet që do ndodhin në 2026 janë të thella. Përgatituni që tani për transformime rrënjësore. Peshqit janë të ndjeshëm dhe kërkojnë siguri, dhe pikërisht kjo mungesë e sigurisë krijon tensione sot. Edhe pse yjet janë pozitive dhe Jupiteri ju mbështet deri në pranverë, ju kërkoni gjithmonë më shumë konfirmim, më shumë përqafime, më shumë qartësi në dashuri dhe lidhjen tuaj. Mund të ketë pak tension me partnerin deri në 15 dhjetor, sidomos nëse ju keni qenë të paqartë me dëshirat dhe planet tuaja. Në punë, keni kujdes nga kritikat e fshehta dhe xhelozit, sidomos nga akrepat apo virgjëreshat. Mos krijoni drama të panevojshme. Qetësia është arma juaj sot. Flisni hapur, por pa dramatizuar gjërat. Jupiteri ju hap dyert. Mjafton të ruani qetësinë tuaj.